E ka thënë bukur Nikola Pashic, e kemi diskutuar shumë herë me avokatin këtu, profesor. Këtyre nuk jep se ti lyesh dhe duart me gjak. Mjafton që ti paguash lirë, se paguajnë let, gjenden let dhe kryen ata punën për ty, e vret shqiptarin. Gjetër nga arkivat. Nuk është kështu. Se si është, doktor? Nuk mendoj se është kështu. Arbërit janë e ka thonë është shkruar. Arbërit kanë qenë popullat shumë kohezive. Nuk ka si lloj shumë kohezive se të gjithë kombet e tjerë. Ajo që ndodhi në këto territore është konglomerimi i kolonëve të ardhurve, të cilët janë më shumë se ç'ne mendojmë. Janë dokumente tëra, për shembull, një dokument që e kam unë në faksimil, viti 1521, sultani i ky Sulejmani i Madhërishëm urdhëron që Via Egnatia nga Durrësi deri në Gostivar të popullohet, se ishte e zbrazët, s'kishte më njerëz fare, të popullohet nga kolona Abkaz, Çerkes, Çerkaçizian dhe Rom. Një dokument që kam unë. Keni një libër, një studim shumë interesante, një Shkodrani, i cili tregon që 880 familje shkodrane muslimane janë të ardhura. Të gjitha, 880. E të tjera me radhë. Sigurisht, kur ke në një territor, ke një kombë dhe pastaj ke ishuj, kombesh tjerë, të cilët mund të jenë të njëjtë folës, por këta prodhojnë për të mos thënë në një fjalë jo të mirë, po kryqëzimi prodhon fenomene të tilla, bastardifikon kohezionin kombëtar. Prishgjenin. Jo, mbase geni mund ta bëj edhe më të bukur në pamje të jashtme. Jo, e prish. Por prish kohezionin. Dhe ky kohezion bëhet tradhon lehtëshëm për shembull. Si e mendoj unë? Po, patjetër. Ky është i kom që e tha dhe profesori, ky ka luftuar për fen në kohën e Skënderbeit, pastaj luftoi më sigurisht. Po. Ky të vret për një fjalë goje, për një makinë të gërvishtur. Më gjitha gjërat, pa asnjë probleme. Ore, për lirinë e vet nuk lufton. Tani, neve sot jemi në ditën e pavarësisë dhe ta gëzojmë etj, por të dalë një historian dhe të thotë sa prej këtyre u vran gjatë shpalljes pavarësisë. A u vran gjatë 500 vjetëve, janë vrarë miliona, patjetër. Po në atë proces të shpalljes së pavarësisë ishte fest. Siç po festojmë ne sot, festun dhe ata. S'ka patur asnjë lloj rezistence, as nga turqit, bile po da analizosh ishte projekt i Portës Madhe. Po. Lëvizja Gjon Turke e bëri e solli gjithë. Eksakt. Të katër ata zotërinj, është libri i Esad këtij Florës, Esad Bej Florës, i cili thot 2 javë para se shpallej pavarësia, 4 burra, Hasan Prishtina, Esad Toptani, Ismail Vlora, Syria Bej Vlora. Syria Bej Vlora ishte njëri i austriakëve në parlamentin turk, u mblodhën në apartamentin e Ismail Qemalit, vendosën të nesërmen, Ismaili mori trenin për në Bukuresht, mori 500.000 florin nga diaspora, shkoi në Vjenë. Në Vjenë e mpriti ministri i jashtëm Leopold, i cili i kemi bërë dhe rrugën këtu, i cili tha shprehjen e famshme, dhe nëse nuk ekziston kombi shqiptar, ne duhet ta krijojmë atë. I dha kryqëzori në Trieste, zbritin Durrës, se ku do zbriste? Ai ishte porti. Mori i karroc, edhe shkoi në Vlorë. Ishte nicë për Durrës faktikisht. Kush u vra? Kush u persekutua? Qa lufte u bë? Çka? Vetëm një ndërhyrje, lutem. Pra, ja, një sekondë. Vetëm një fjali. Në Durrës që planifikuar ngritja e flamurit. Atë po i thoja doktorit. Garnizoni otoman ishte informuar nga spionët e vet dhe arrestoi një ndërtar e Salinivicën që është dajo gjyqëstime dhe e çua në Stamboll. Ismail Qemali e rregulloi që të shkonte ke kolegji i Stambollit dhe u ndryshua sepse u shpallë pa lishme, si me qenë Tiranë, do bëjmë protestë, edhe unë policia me boktu ke ky shesh dhe ne bëjmë ke shesh tjetër. Dhe detyrua Ismail Qemali të shkonte në Vlorë për faktin se 200 trimat e Isa Boletinit të armatosur nuk mund të fillonin luftën në Durrës për të ngritur flamurin. Dhe u vendos Vlora që pa përgatitur garnizoni turk, që u vendos që të bëjnë në Vlorë,
sepse plani ishte për të ngritur në Durrës. Unë do besoja Altin që ishte një gjë jo kështu sporadike, ta ngrem atje. Unë mendoj se jemi akoma herët, jemi vetëm 100 vjet në analizën e këtyre figurave. Pasi, po të them unë, mjafton të shko një ditë në Muzeun Kombëtar të Prishtinës, edhe shikon, ka një padilion, një dhomë 3 metra me 3 metra, me fotografi, se si Isa Boletini në krye të 100.000 burrave kosovar, priste Sultan Rushitin me valle dhe me lodra në vitin 1911. Po pse për i vitu bë patriot kë? Unë besoj që tani këto janë meriton dorën e tani Isa Boletini ishte krye komandanti i gardës së sultanit 4 vjet. Dhe krye komandantët e gardës vetëm 4 vjet mund të qëndronin, bëheshin latifundist. U dërguan Mitrovici, u dhan pronat e tjerë. Tani nuk mundet një njeri për një vit të bëhet patriot. Ose më mirë të themi, ka një pikpyetje. Hajde të analizohet se këto janë figura komplekse, figura historike, nuk janë bardhëzi, kanë shumë drithije. Më fal, po dhe Ismail Qemali si deputeti. Pa dyshim, edhe për atë. Kjo nuk e përjashton faktin që ishte Isa Boletini me Ismail Qemalin që ngritën flamurin Vlorë, se garnizoni turk nuk lejojnë Durrës. Absolutisht. Edhe ti po ti jesh pronar i 100.000 hektarëve në Sierra Leone, pavarësisht se je shqiptar, do heqësh flamurin shqiptar edhe do ngresh Sierra Leones, se populli aty është i Sierra Leones. Sierra Leones. Çfarë do të thonë? Turqit e sabotuan ngritjen e flamurit Durrës, të po them. Të njëjtën gjë po thotë, avokat. Unë nuk ka dyshim që mund të ketë kështu interferenca lokale e tjerë. Po Shqipëria ka patur divizione të tëra turke, po t'ishin se donin të ndalonin. Po ç'a thua? Pastaj, më fal, në 20 nuk donin gjakderdhje. Jo, ata donin shiko. Ne ishim në kulmin e luftave ballkanike. Luftrat ballkanike kishin një objektiv. Objektivi i tyre ishte eliminimi i kolonizimit osman për 500 vjet. Ata në qoftë se ju mbahet mend, serbët e bën një eksperiment të tillë në vitin 1877 në Toplan, zona e Nishit, ku masakruan 500 fshatra e qytete. Ndërmjet tjerëve kishte turq shqipfolës, po kishte edhe shqiptar. Këta ose u vran, ose u drejtuan drejt Stambollit, emigrant. Dhe Porta e Lartë i pranoi se s'kishte ç'a bënte. Tani, në momentin kur fillojnë luftrat ballkanike të vitit 1912, qëllimi i tyre ishte spastrimi total i Ballkanit nga këto popullata. Qëllimi ishte edhe fetar, ose si thuash, skenografia ishte fetare dhe kombëtare. Qëllimi ishte territore, normale, siç ndodh gjithmonë në politikën klasike të fillim shekullit. Dhe këta bën shumë mirë për mendimin tim. Këta zotrin e parlamentit turk, që për mendimin tim s'kan lidhje me Shqipërinë, por bën shumë mirë sepse edhe Porta e Lartë bëri shumë mirë, sepse në qoftë se Shqipëria, ky territor që ne e quajmë Shqipëri, do vazhdonte të ishte Turqi, do të coptojë nga serbët dhe nga grekët. Ata jo vetëm do të coptojë, se ata mund ta po i binte edhe interesit gjeostrategjik. Ata do largonin populata, do masakronin, do bëj genocid. Atëherë, nga pikpamja humanitare, unë mendoj që projekti për krijimin ose pavarësinë e Shqipërisë ishte një zgjidhje optimale për kohën dhe shumë humanitare. U shpëtuan qindra mijëra njerëz që i kemi sot midis nesh. Dhe absolutisht kanë patur të drejtë. Por shpjegimi duhet dhënë në mënyrë reale dhe racionale. Jo të themi tani
u ngritën dhe në nëntor këta e menduan Shqipërinë. Po pse nuk e menduan në shkurt? Nuk thash atë, jo, unë keq kuptum. Po të shpjegoja që nuk ka qenë një fush me lule e Stambollit për pavarësinë e Shqipërisë. Në Durrës u ndalua ngritja e flamurit. Ky është një fakt dokumentuar nga media e huaj e kohës, sepse kishin ardhur gazetarë të huaj për ta dokumentuar ngritjen e flamurit. Po mirë, mund të ketë patur influenca të tjera, por nuk u ndalua as Lëdibër, as Elbasan, as Kavaj, e kanë ngritur flamurin para Vlorës. Det Gjoluli 1911. Ishte gjatë derdhje. Nuk duhet ishte gjatë derdhje. Po nuk pati mund gjatë derdhje. S'pati gjatë derdhje. Është shumë e vërtetë. Ky ishte qëllimi pra. Është shumë e vërtetë. Kjo avantazhoi Ismail Xhamalin. Po, ma fal. Altin, ma fal. Po ku ka liri pa gjatë derdhje? Pa di ç'thot Lamartën thot. Liria është një monster bish e cila nuk ngopet me gjak. Nuk ngopet me gjakun e martirëve dhe me gjakun e tiranëve. Dhe në momentin atëherë nuk ishte liri. Ishte artificiale pra. Jo, jemi keq kuptuar. S'ka liri pa. Të lutem Edvin. Ismail Qemali në Durrës nuk ishte ushtar. Se ishin akoma në Kosovë. Po s'kishte nevojë më. Po jo, një sekond. Garnizoni turk të Durrës ishte i madh. Shqiptar me luftu në Durrës për ngritë flamurin nuk ishte. Dhe u deshën trimat e Isa Boletinit që të vinin në Vlorë, pikërisht që garantonin ngritjen e flamurit, sepse mund ishte urdhër të mos më ngrit, këtë po shpjegoj. Diplomacia është tjetër gjë. Nuk e besoj. Fakti garnizoni turkë nuk donin. Po ky Nuk e shpat besoj. është Unë mendoj vetëm një gjë. Jo, nuk e besoj që flamuri u ngrit pa Isa Boletinit. Isa Boletini ka ardhur më vonë. Po dije që po vinte. Zotëria, ky është gjithë problemi. Pa çapu. Ore, nuk ngrihet flamuri fare. Dakor, nuk në Durrës. Nuk i di detajet më. Durrësi është Shqipëri e mesme. Njoftimi ishte për Durrës. O Altin, mas 2 vjetësh, ai flamuri që u ngrit në Vlorë, u mor dhe u gris dhe u ngrit flamuri i babës deri në Mokër. A pra? Kjo mund të jetë. Ma fal. Po s'mund të ndodhë fakti që planifikimi ka qenë në Durrës. Kjo mund të ketë qenë arsye, sepse Shijaku është shumë afër Durrësit, dhe Shijaku ishte zona e influencës e Dumbabës. Si do e ngrinë në Durrës? Edhe kjo mund tjetë, është super pyetje. A di çfarë rezistencë ka patur apo? Ka patur rezistencë tu, jo nga ushtria turke. Ushtria turke kishte marrë urdhrin pavarësinë që të shpëtojnë njerëzit. Stop. Kaq. Më fal, kjo është hipotezë. Altin, ta gjojmë pak, profesor. Hipotezë. Ja pra fakta pra, unë mbi faktet flas. Ai nuk Garnizoni turk arrestoi, një sekond. Garnizoni turk arrestoi. Një sekond. Shpend, prit pa dash. Divizioni turk ndaloi, arrestoi, bllokoi, vendosi ndalim. Ishte për Durrës. Nuk ta hodhi poshtë doktori faktin e Durrësit, o vlla, tha, ndoshta nuk është lejuar dhe futi hipotezën e vet. Edhe unë kam hipotezën time. Pra u kërkua autonomi njerë, pastaj fillon perandoria ishte në rëndje, duhet me bë lëvizje gjeostrategjike, me rekuperu sa pak dëme. O Altin, se po Altin po bën kontradikt me veten tate. Nuk të tha njëri atë. Turqit bën namin ati Skënderbeut këmbës. Po t'ishte se ishin kundër Ismailit, sa a ishte në Durrës e. Se linin dilte nga Durrësi. Operacioni fshesa. E kishin vën prangat më. Prangat, jo më kishin urdhër me bërë pavarësi. Kishin marrë urdhër për pavarësi. Qoftë se thuj, jo, vazhdo. Gjithë argumentat janë për këtë.
Po jo më një argument është fakti, prova historike. Është planifikuar me datë, me të gjitha të bëjnë durrës. Nuk u lejon nga garnizoni turk. Kjo është historia, kjo është fakti. Fjala interpretime pastaj. Po më, garnizoni turk zdonte të kishte masakër me njerëzit e atij Haxhi Xhamilit. Haxhi Xhamilit. Edhe Kjo është hipotezë. Kjo është hipotezë. Po atëre pse se lan Durrës për lan Vlorë? Po profesor, po direkt. Sepse po vinin. Avokat, një sekond, lutem. Po kush i seriozisht e ke për 200 ushtarë të Isa Buletinit? Po Isa Buletini ishte sultanist. 200 armatosur. Ishte sultanist më si Isa Buletini. Profesor, fjala juaja tani. Fjala e fundit.